O që janë një familje që falen këtu në mahallën tonë, thojnë zban me këqyr Big Brother e dine, vete këqyrin ata, a ban me këqyr ajo. E para, dush mu kone sigur ti, a këqyrin ata, apo veç je tu paragjyku, tu shpif për ta. Nuk e di, unë pa e marrë se e din ti sigurt. Por parimisht muslimani kur të zban me bo një haram, atër dhajnë, kur të ty edhe aj për veti zban me bo. Pra, kërkush nuk ka drejt, askuj me i thonë ti më se ban e vetë me bo. Harami është haram për të gjithë. Pasaj tjetra, nuk do më thonë që ata pse falen, edhe s'bëjnë gabime, gjdo kush mund me bo gabime. Edhe tjetra, nuk do më thonë që aj që falet zban me këqyr Big Brother, aj që s'falet, ban me këqyr. Harami është për të gjithë. Nëndaj për ju këshilla juve, edhe ata. Ata që kanë të e bo një gabim. Ata po falë kanë mirë, po anën tjetër për bëjnë një gabim që për këqyr Big Brother. Inshallah largojnë këtë gabim. Ju po i bëni 2 gabime. Edhe s'po falno, edhe për këqyr një Big Brother. Po ndoshta po i bëni gabimin e tretë, po i paragjikoni ata. Gjithsesi, merreni si këshill prej meje. Largoni prej çdo programit degenerus, që nuk ka vlera, që nuk mbjell vlera, që u amër kohën edhe do të pyetni para Allahut Azza wa Jall për çdo çast që humni aty ku Zoti nuk është i kënaqur. Juve, neve, gjithve, Zoti na përmirësoft. Amin.